Miqtë e mi, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me ne sot në programin Po Zot. Studioi frëngjisht për plot 8 vite. U diplomua, po kur nuk dha mësim në gjuhën frënge, dhe asnjëherë nuk ju desh ta përdorte në punën e tij të mëvonshme. Por ishte pikërisht dëshira për të praktikuar këtë gjuhë që çoi në dyert e kishës. Në ato dyert që priten me dashuri dhe me kujdes, e në ato zemra që ju përgjigjen me durim çdo pyetje të tij për këtë Perëndi që kishte interes për një djalë të ri si ai. Ditë pas dite e muaj pas muaj, ndërsa lexonte Biblën, fillimisht për gjetur arsye për të kundërshtuar pastorin dhe më pas për gjetur përgjigjen e pyetjeve që e shqetësonin, ai vendosi t'ia dorëzonte jetën e tij Krishtit. Ky pasion për fjalën e Perëndis vazhdon të drejtojë jetën e tij edhe sot, pas 30 vitesh, ku me durim dhe përkushtim ka mësuar kudo ku Perëndia e ka drejtuar, në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni. Ju ftoj sot të ndjekim një rrëfim besimi të një burri që na frymëzon të gjithëve, me dëshirën e tij që Krishti të ngrihet lart dhe fjala e tij të ndriçohet, e jo patjetër ai që sjell lajmin apo që dëgjon lajmin. Unë jam Arvid Gogaj, jam i martuar me Rudinën, ne kemi 2 fëmijë, 2 djem. Djali i madh është Danieli, është 21 vjeç, kurse djali i vogël është Noa, është 15 vjeç. Jetojmë në Durrës, edhe unë jam pastori i kishës ungjillore të dishepujve në atë qytet. Unë jam nga Shkodra, jam shkodran, edhe atje kam lindë dhe jam rrit deri ditën që u martova dhe shkova ke fshati i Grus në Durrës. Në Shkodër para 32 viteve isha në shtëpi edhe në një moment bie dera. Dhe normal që e hap një zonjë aty e cila nuk fliste shqip. Edhe filloi të flas në frëngjisht me mua dhe kishte vetëm një Bibël në dorë. Në atë kohë ne kemi pas vetëm dhjatën e re të përkthyer në gjuhën shqipe, kështu që ajo ishte vetëm një pjesë e shkrimit që kishim. Dhe ajo ma dhuroi. Them drejtën, ajo impakti i parë ishte spari që nuk e njihej shkrimin e shenjtë, që është Bibla, dhe së dyti më tepër më tërhoqi ajo ideja e të komunikuarit në frëngjisht, sepse unë kam studiu për gjuhën frënge dhe jam diplomu për atë gjuhë pastaj më vonë. Shumë interesante se si në atë moment ajo ka qenë shtysa parë, thjesht komunikimi në gjuhën cilën po studioja, për më tepër në ato vite kontakti me një person që gjuhën mëm e kishte gjuhën që unë ishte duke mësu, ishte diçka e rrallë për kohën tonë, për vitet tona. Dhe ajo ka qenë shtysa parë që më tërhoqi, domethënë të shkoja në kishën ku sapo kishte një 2 javë që kishte fillu, edhe ajo zonja më ftoi që të shkoja. Kam shku në kishë pastërtisht vetëm për të vazhdu komunikimin, për të rritë atë raportin e gjuhës që isha duke studiu, edhe nuk kisha interes në fakt për me dëgju për Zotin, për me mësu fjalën e tij. Por ama e kam marrë Biblën, dhjatën e re që kishim, në atë përkthim të lirë që ishte në atë kohë, edhe e kam lexuar sikur një roman, se nuk dija ndryshe. Pra e kam lexuar si një libër të zakonshëm, nga fillimi deri në fund, pra duke e lexuar si një ngjarje, si një histori. Edhe e maj mend që ajo dëshira ime në leximin e Biblës ishte duke nënvizu, duke bë pyetje me dëshirën për ta kundërshtuar atë që isha duke lexuar. Pra vazhdimisht isha duke trajtu atë libër me idenë se si të kundërshtoj, të gjeja momente dobta, pika dobta dhe ta kundërshtoja si libër. Dhe sa herë që kisha pyetje dhe komente, ide, mendime, shkoja dhe i diskutoja me pastorin e kishës, që sapo ishte fillu kisha. Ai ishte shqiptar, shkodran, komshin lagjën tonë, kështu që njiheshim edhe miqësisht dhe kisha dhe atë lloj lirie pra për të komunikuar. Edhe të them drejtën, me janë dash një 3-4 muaj më ardhi deri në atë pikë ku
pasi mendova që mora përgjigje për ato pyetje, shqetësime, frikra, siklete që kisha, me vendos që në fakt Krishti është Zot, edhe ja vlen ta besoj. Edhe jo vetëm ja vlen, por ai është një Perëndi që shpëton. Edhe ajo ka qenë momenti mas disa muajsh, pra pas leximit shkrimit, realisht ajo ka qenë thelbi i kthimit tim besim, leximi i fjalës Zotit, trajtimi i pyetjeve që kisha, edhe vendosja pasaj një moment caktuar që Krishti ishte Zoti i jetës sime. Edhe ashtu ka ndodhur. Ashtu ka ndodhur. Është e maniqshme se si Perëndia në hirin e tij disi kishte vendos, edhe sot që shikoj në retrospektive kuptoj që dora e tij ka qenë në fakt në vazhdimsi në jetën time. Zonjën e cila më dhuroi Biblën, ajo qëndroi në qytetin e Shkodrës vetëm 2 javë. Unë nuk e kam taku asnjëherë më në jetën time. Dhe ngjarja bëhet deri diku, si thush, edhe interesante edhe me nota humori brenda, sepse zonja kishte ardhur me atë grup që sot njihet edhe tek ne si organizata e të rive me një mision. Dhe realisht, edhe sot e kësaj dite, organizata kryesisht evokon të rit, pra që janë pjesë e kësaj lëvizje, kësaj organizate. Dhe zonja që ishte me këtë organizatë, me të rit me një mision, në kohën që ishte para 33 vjetësh, ishte 60 vjeçe. Edhe ka qenë i vetmi grup në atë kohë, në një moshë të thyer, që ishte i ftuar përmes kësaj organizate për të ardhur në Shkodër. Edhe pra kjo ishte e veçanta, që nuk ishte zakonshme për atë lloj grupi. Dhe e dyta, për zonjën asnjëherë më nuk jam takuar me të. Dhe e treta, unë u diplomova për gjuhën frënge, dhe normalisht do isha bë mësues i gjuhës frënge, edhe asnjëherë se kam përdorur atë profesion, asnjëherë s'kam dhënë mësim të gjuhës frënge. Pra 8 vjet, edhe kur vjen puna, për atë moment 3 minutësh për të komunikuar me një zonjë nga Franca që më dhuron një Bibël, e cila më 3-4 muajsh më kthen besim. Kjo patjetër që disi Perëndia duhet ta kenë orkestru. Të paktën kështu e vlerësoj unë sot kur e gjykoj atë moment. 2 gjëra kanë qenë të rëndësishme në atë periudhë të jetës sime, ku realisht kam kërku mendimin dhe zërin e Perëndis për të folë në jetën time. Së pari kam pas nevojë për dorën ngushëlluese të Zotit, për atë lloj kuptimi që vinte nga Perëndia për shkak të humbjes së mamas sime, e cila në një moshë të re, në fakt, ishte vetëm 36 vjeçe, unë isha i ri gjithashtu, dhe sa po isha bë besimtar. Edhe është moment traumatik për këtë do në çdo lloj moshe, por më tepër në atë moment, në atë moshë, në atë moment caktuar. Dhe në këtë pikë, kjo ka qenë një nga gjërat për cilat kam kërku me vërtet mendimin, ngushëllimin e Perëndis dhe orientimin e tij në jetën time. Së dyti, në atë kohë jam lut për mbi 6 muaj për ditë. Pra edhe këtë nuk është si thush thjesht si hiperbol, si simbolike çdo ditë, por realisht, literalisht jam lut çdo ditë, sepse e gjykoja të rëndësishme që Zot çfarë don ti më bën me jetën time. Dhe nuk mund të them që kam dëgjuar një Zot dëgjueshëm absolutisht, por ndjesia që kam pas edhe përmes kuptimit nga fjala e Zotit, edhe përmes një lloj shtyse të brendshme që sot e vlerësoj që ka qenë shtys nga fryma e shenjtë, ishte që realisht do isha i përfshim në disi në komunikimin e fjalës së Zotit, në shtjellimin e saj, në transmetimin e fjalës së Perëndis, në pajisjen e brezave të ri me shkrimin e shenjtë, dhe ajo më ka dhënë një liri të jashtëzakonshme, sepse
tashmë kisha një qëllim. Pra jo vetëm që Zoti më gjeti, por Perëndia më dha një qëllim për këtë jetë, derisa unë shkoj tek ajo sa të vi tek ne. Dhe kjo më ka dhënë liri, siguri, kuptim dhe një ndjesi që jam duke ecë në këtë lloj rruge. Pra disi shërben edhe si llogaridhënie ndaj meje. A jam në të vërtetë duke rujt atë rrugtim që besoj Zoti ka për jetën time. Këto dy momente realisht kanë qenë të rëndësishme në atë kohë, edhe besoj kanë formu edhe rrugtimin që unë kam vazhdu më vonë. Unë kur mamaja ime ndroi jetë, kisha vetëm 3 muaj që isha bë besimtar. Pra, edhe isha besimtar i ri, kuptohet. Nuk kuptoja shumë gjona, as sot nuk kuptoj shumë gjona, por në atë kohë për atë moment patjetër që kisha shumë pikpyetje. Pra, si e lejon Zoti një gjë të tillë? Si ka mundësi? Qoftë si një Perëndi i do fëmijët e tij, si ka mundësi që lejon një dhimbje të tillë? Edhe këto pyetje ishin reale, jam përballë me to, dhe nuk po them që disi Perëndia e largon kuptimin e dhimbjes, sepse dhimbja është aty, dhe unë jam njeri dhe absolutisht besoj është krejtë natyrshme ta kesh atë lloj dhimbje, por ajo që Perëndia ka bën atë kohë, dhe këtu vi në fillesën e pyetjes suaj që se si Zoti ka komunikuar, se si ka folë, se si e ka drejtuar jetën time. Dhe ajo që Perëndia ka bën atë kohë që i ka hull dritë dhimbjes sime përmes shpresës së gjallë në të, përmes kuptimit që në fakt ai është prind, ai është atë, ai është i dashur, ai është i pranishëm. Edhe kjo nuk është utopi, nuk është thjesht teori, pra realisht ka qenë e vërtetë. Edhe një ky lloj kuptimi, një ky lloj komunikimi me Perëndinë e ka rujt zemrën time në atë kohë që qoftë edhe mos me rreshkit, si thosh, me ndihmë sigur Zoti është i ligë apo kërkon të keqen e fëmijëve të tij, sepse nuk e besoj, nuk është e vërtetë. Neve sot lexojmë në fjalën e Perëndisë, e predikojmë, e mësojmë, deri diku edhe na e ilustrojmë, na pëlqen si ilustrim, që kisha është familja e Perëndisë. Por në atë rast, kisha ishte familja e Perëndisë. Pra nuk ishte thjesht çështje leximi, çështje bindje teorike, por në praktik. Pra ajo familje e vogël në atë kohë në Shkodër realisht u bë familja ime. Edhe terminologjia që sot përdoret rëndom vëllezër, motra, dhe shpesh ndonjëherë duket sigur ka një lloj suficitit përdorimit të termave. Në këtë rast, në rastin tim, realisht ishte e gjallë, ishte e prekshme, pra e sidomos për periudhën tonë ku ne nuk ishim shumë ambiente të tjera ku të kalonim kohën, sa ashtu ka qenë koha në fillim vitet pas komunizmit, kisha mori një rol dhe një rëndësi shumë të veçantë në jetën time. S'dytit, fjala Zotit, pra të lexuarit në mënyrë sistematike, të kuptuarit që në fakt Perëndia nuk është i huaj ndaj dhimbjes, por përkundërzi ai sjell kuptim në dhimbje, pra në vështirësinë që ti kalon. Kjo ka qenë një pra të lexuarit e shkrimit. Së treti lutja. Pra realisht unë kaloja shumë kohë në lutje para Perëndisë, edhe përveç kisha dhe studimet, por gjeja pothuajse them çdo ditë momente për të komunikuar me Perëndinë. Besoj këto 3 elemente kanë ndihmuar, domethënë.
Besoj që janë një përzierje e situatave të përditshme dhe formimit të përditshëm, dhe një përzierje midis kësaj dhe një bindjeje që Perëndia po të shtyn në atë drejtim të caktuar. Për shkak të studimeve, një fakt që është e vërtetë është më është dashur të studioj pedagogji dhe në këtë sens pra vetë lëndë të tilla që ishin pjesë e studimeve me vinin vazhdimisht në kontakt me letërsinë, me librin, me analizën e librit, me sintaksën, gramatikën, që janë thelbësore sot në predikimin e fjalës së Zotit. Pra në këtë sens, mënyra se si Perëndia ka udhëheq jetën time të natyrshme, ishte një nga përbërësit e dallimit të një qasje, thirrje, nëse mund ta quajmë kështu, të këtij formati, dhe së dyti pasioni për fjalën. Pra megjithmenë ne jemi shumë të pasur që kemi shkrimin e shejt në gjuhën tonë. Edhe realisht unë e du fjalën e Zotit, edhe jo vetëm thjesht më pëlqen, por e shijoj atë. Dhe një kjo dëshirë për të vazhduar për të thelluar në kuptimin e saj dhe për të pajis me elemente të mënyrës së saktë biblike të shtjellimit apo interpretimit e saj, më ka ndihmuar shumë për me kuptu që një kjo do të ishte si thosh thirrja e jetës time. Por shërbesa ime e parë në funksion edhe të një kësaj pajisje, një këtij rrugtimi, shumë interesante ka qenë me një grup pleq në azilin e pleqve në Shkodër. Edhe për mu, ajo ka qenë shkolla më e mirë në jetën time. Sepse isha duke sparit i herë, pra unë shkoja një herë në javë, ne si ishim duke shërbyer në atë komunitet, dhe një herë në javë ne kishim një shërbes të thjesht, adhurimi dhe predikimi për një orë në atë ambient. Sparit më dëshire për të përgatit seriozisht për atë moment, ka qenë thelbësore, sepse më ka ndihmuar që pavarësisht nga audienca, shkrimi i shenjtë e meriton që të marrë vëmendjen e duhur edhe kuptimin e saktë. Së dyti, vajtja në atë grup njerëzish ku një pjesë nuk dëgjonin, një pjesë nuk ecnin dot, një pjesë kishin probleme edhe shqetësime të një natyre tjetër shëndetësore. Dhe vajtja besnikrisht një herë në javë në atë grup, në atë komunitet, është shkolla më mirë që kam bërë në fakt, sepse më ka mësuar për ulësinë, më ka mësuar nderimin e fjalës së Zotit, më ka mësuar respektin ndaj audiencës, pavarësisht nga natyra e sikleteve që mund të kenë. Më ka mësuar që në fakt e rëndësishme është që shkrimi të ngrihet lart, edhe ajo të ndriçohet, edhe jo domosdoshmërisht bartësi i lajmit, apo jo domosdoshmërisht dëgjuesi i lajmit. Dhe këto elemente akoma sot unë i ruaj si thesar në jetën time. Pra unë kam 25 vjet që jam pastor, por sinqerisht për mua ajo ka qenë viti që më ka mësuar më shumë. Patjetër edhe në këto vite kam mësuar tepër, vazhdoj të kem nevojë të mësoj, por ai vit ka qenë thelbësor për mënyrën se si shërbesa është formuar në jetën time. Nëse njerëz si puna ime janë pjesë e elementit të shërbesës, nuk është e lehtë. Jemi njerëz me teka, me siklete, me vështirësi, me bagazhet që vijnë nga historiku jonë, nga sfondi ku jemi rrit, nga botkuptimi, dhe nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë në shumë forma, jo vetëm në marrëdhënie me njerëzit, sepse i njëjti
i njëjti siklet i shërbesës, gjithashtu është edhe forcë gëzimit. Sepse në fakt shërbesës do kishte kuptim që ose s'do merreshe me njerëzit. Kështu që në këtë sens, sado që ka sikletin mren, ka dhe gëzim, ka kënaqësi se ti shikon jetët e individëve të ndryshëm që fillojnë dhe formsohen përmes fjalës së Zotit, rriten në kuptimin e saj, marrin vendime në jetën e vet në bazë të fjalës së Zotit. Edhe kjo është kënaqësi, është fantastike. Nuk është e lehtë gjithashtu për natyrën e vendit ku jemi. Pra, nuk besoj që ka një kuptim të mirëfillt sot në shoqërinë tonë në lidhje me rolin e një shërbestari, pastori, personi që është duke shërbyer në një kishë saktuar. Për shkak të historisë edhe për shkak të mungesës informacionit nga njëherë. Edhe në këtë sens, kjo të vë përballë një dileme deri diku se si ta shpjegosh rolin që ti ke. Sot, aktualisht, shërbesa ku jam i përfshim ka sfidat e veta sepse gjithashtu unë punoj dhe kam një punë të përditshme dhe gjithashtu shërbej dhe kjo e ngarkon ditën, jetën, patjetër që duhet të balancosh kohën dhe krijon komplikimet e veta, domethënë. Por është e bukur, është gjëja më me vlerë që dikush mund të bëjë në jetë. Sepse le ta kthejmë në një formë pyetje. Më thoni një profesion i cili në mbarim të tij i thuhet që ti do marrësh kuroren e lavdisë në qoftë se e ke bërë shërbesën me besnikëri dhe përkushtim. Ma thuaj një profesion tjetër, nuk ka. Pra në këtë sens, ja vlen në raport me atë lavdit përjetshme ku ne do bëjmë pjesë. Qoftë se qëndrojmë besnik edhe bëjmë shërbesën ndaj tij, ndaj kishës tij, me durim, me dashuri, me përkushtim, me pastorti, sikurse edhe apostulli Pjetër e udhëzon një gjë të tillë. Të merresh me njerëz, si puna ime nuk është e lehtë. Dhe shërbesa të përballë me situata ku duhet merresh me individ që disa janë më të vështirë, disa më të lehtë. Dhe ka pas momente të tilla në jetën time kur kam menduar po unë mund të jem shumë i qetë duke bëu punën e përditshme, duke qenë i krishterë, duke qenë pjesë e kishës, duke qenë pjesë e familjes që kam, pse duhet të harxoj kohën, energjinë dhe forcat e mia me individ që ndoshta nuk kanë të njëjtën qasje, s'kan të njëjtin kuptim, nuk duan të ecin në të njëjtin rrugtim që unë kam. Dhe në këto momente kam pas një dilemë të tillë. Pra, në fakt, a ka sens që të harxoj gjithë këtë energji? Mënyra se si Perëndia më ka ndihmuar që te i kaloj një moment të tillë është duke më kthy mua në fillimet e mia, që mos harro pse të kam thirrë. Pra ne për mua ajo periudhë fillestare të kthyrit në besim, duke kërku udhëheqjen e Perëndisë për jetën time, planin e tij, nëse mund ta themi disi, ka qenë vazhdimisht udhërrëfys. Edhe vazhdimisht më ka rikthy në shina, le të themi, të qenurit besnik. Së dyti, kuptimi që shërbesa është një maraton. Pra nuk është, unë jam marrë me atletik si fëmijë. Nuk besohet kollaj sot se shneti nuk e dëshmon një element të tillë, por pra atletika ka disiplinat ndryshme, ka 100 metra, 400 metra, etj. Në rastin ton, shërbesa e krishterë, edhe në ilustrim të asaj që apostulli Paul thot, është në fakt një maraton. Dhe fitoria
lavdia e bukura, e mira qëndron kur dikush e përfundon garen. Jo kur dikush është në garë, jo kur dikush e fillon garen. Pra në këtë sens e kam marrë seriozisht atë fjalë të Zotit që thot lum kush e përfundon. Okej, mund ta filloj, ka shumë që e fillojnë, ka shumë që janë në garë, ka shumë që janë spektator, duke pa një garë caktuar, por realisht lum kush e përfundon garen. Kjo ka qenë një element tjetër që ka rujt zemrën jetën time për të vazhduar në shërbes. Besoj ju e kuptoni shumë mirë, për natyra e qenujt në shërbes të largon goxha nga familja. Dhe në këtë pikë unë besoj që fakti që kalamajt tonë e ndjekin Zotin, besojnë në të dhe duan të ecin me të, janë pagzuar gjithashtu me bindjen e vet, është pastërtisht hiri i Zotit, sepse unë nuk mendoj që kam harxuar shumë kohë me ta, nuk mendoj që kam investuar shumë kohë dhe energji në jetën e tyre, jo se s'kam dash, por këto janë sfidat e shërbesës. Në këtë sens, unë vazhdoj a kujtoj vetes që nuk është, edhe kjo është e vërtet, nuk është sepse unë kam bërë diçka ekstra, apo diçka më të veçantë se sa një prind tjetër, por me vërtet hiri i Zotit, disi ka kompensu një farë mënyre atë angazhim, atë investim në jetën e kishës, duke u kujdes për kalamajt, duke i rujt jetën zemrën e tyre. A ka momente ku realisht ti hasesh me dilema, sidomos tash, ata janë rrit, i vogli është në atë fazën e adoleshencës, megjithëse duhet me thënë që për shkak të brezit ku unë jam rrit, sot kam përshtypjen adoleshenca fillon shumë shpejt. Ne dikur deri 20-21 vjeç na quheshin kalamaj, kurse sot kam përshtypjen është ndryshe raporti. Dhe në këtë pikë që janë dy fëmijët tanë, tash ne kemi shqetësime të tjera si për lidhje me zgjedhjet që do bëjnë në jetë. Dhe jo më pak se sa para një muaji, unë isha duke bërë këtë bisedë me çunin ton të madh. Realisht shiko, duhet kesh kujdes për zgjedhjet që bën në jetë, duhet marrësh konsiderat Perëndin, edhe duhet ta vendosësh Perëndin jo vetëm primar, por edhe pjesë të udhëtimit, të shtektimit tënd në jetën tënde. Me të voglin kena sikletet të një natyre tjetër, se është më i vogël, 15, ka ato adoleshencën, ka fazën e tij që kalon. Bashortja im është, me thënë drejtën, shumë e durueshme, shumë e mirë në raport me fëmijët, edhe në këtë pikë disi kemi kompensu njëri tjetrin. A ka gjona që si dim, me të thënë drejtën, plot. Nga ana tjetër, ajo që na mban të fortë është ajo që dim, që disi në hirin edhe në urtësinë e tij Zoti është në kontroll. Edhe kjo është një gjë pozitive që haron. Një element tjetër i rrugtimit, i shtektimit tim në fakt, ka të bëjë me pasionin që kam për kishëmbjellje. Dhe në kishën ku unë jam sot, që është kisha ungjillore e dishepujve në Durrës, është një kishë me një taban, themel, për përdor fjalën shqipe në fakt, shumë të pasur në lidhje me dëshirën që ajo kishë ka për të pa ungjillin duke u shpall edhe në zonat tjera. Dhe për shkak të kësaj kishe ku unë bëj pjesë, për shkak të historikut të saj, për shkak të themelit të saj, një kjo atmosferë na ka udhëheq vazhdimisht për të kërkuar urtësinë e Zotit, për ta thënë lajmin e mirë edhe në vendet e tjera. Dhe një nga këto vende ka qenë në Maqedoni. Edhe para mendoj 15-18 vitesh, ne filluam një pyetje të tillë me pleqët e kishës së pari dhe më pas me anëtarët e kishës,
nëse Perëndia ishte duke na udhëheq që të kishim një kishmbjedhje në Maqedoni. Dhe na u deshën 5 vite që së bashku me antarët, jo vetëm si pletësi e kishës, por së bashku me antarët të vinim në një lloj kuptimi që po, kjo ishte si thosh ajo gjë që Perëndia po kërkonte nga kisha jonë. Dhe në atë pikë, për shkak të pasionit tim, për shkak të dëshirës që kam për ta pa ungjillin të shpallur, sidomos në trevat shqipfolse, të them drejtën. Pra, se patjetër ka vlerë të shpallet gjithandej, por bëhet fjalë për rajonin tonë. Për shkak kësaj, unë i pata kërku pleqve dhe antarëve të kishës të konsideronin të ndërgonin ne si familje. Dhe nuk ka qenë lehtë, me vërtet kisha nevojë për të dëgjuar prej Zotit nëse kjo ishte hapi i duhur, vendimi i duhur. Për 1 milion arsye, për kishën, për natyrën e shërbesës që isha duke bë, për familjen, fëmia jon i dyti sapo kishte lind, pra dhe bëj fjalë ishte vetëm 3 javë kur ne jemi largu përfundimisht në Gostivar në Maqedoni. Por gjatë gjithë asaj kohe, kjo ka qenë lutja dhe pyetja jonë ndaj Zotit. Zot, a është hapi i duhur, a është vendimi i duhur? Dhe natyra e pyetjes nuk ishte në lidhje me dyshimin nëse është gjëja e duhur për të shpallur ungjillin, atë e besojmë, por në lidhje me këtë lloj lëvizje, në lidhje me këtë lloj angazhimi, në lidhje me këtë lloj sipërmarrje, si thosh, aq më tepër për një kishë relativisht të re në Shqipëri, pavarësisht është një ndër kishët e para që është themeluar në fakt në Shqipëri, kisha Dishepujve në Durrës. Dhe me vërtet kemi pas se si Perëndia ka orkestruar çdo detaj, duke pas një kishë e cila kishte një pletësi shumë të shtetshme, një antarësi shumë aktive, pra duke hequr një merak të tillë për natyrën e shërbesës sime si pastori i asaj kishe, duke pas se si Perëndia ndihmoi bashkëshorten time të vinte në atë lloj kuptimi, pra se çdo është pak kohë, nuk ka qenë lehtë, por gjithashtu duke vurë re se si Zoti vendosi çdo pjesë të, po them, të këtij puzzle-i në vendin e vet për të krijuar një pamje sot që është fantastike, sepse është një familje atje që vazhdon shërbesën, shkëlqejnë me Klodin dhe 3 fëmijët e tyre, dhe jemi mirënjohës Zotit, pra ka qenë një kohë e bukur. Sfidë, por e bukur, pra ja ka vlerë. Sparit, kisha ungjillore Dishepujve në Durrës, udhëhiqet nga pleqt e saj dhe pastori është një nga pleqt. Pra, grupi fillestar ku unë përballem me mendimet, pyetjet, idetë, është grupi i pleqësisë. Edhe në këtë sens ne besojmë në një udhëhecësi shumës, nuk besojmë në individ, kushdo qoftë ai, sado lloj talente të ketë, apo aftësi apo dhunti. Nuk besojmë që ka përparësi mbi grupin e pleqëve të kishës. Dhe në fakt kisha jonë udhëhiqet nga pleqt, nga diakonët, dhe kemi edhe drejtues të shërbesave. Dhe këto janë hallka të cilat jo vetëm i besojmë, por i praktikojmë. Pra, vendimet i marrim bashkarisht, i konsultojmë bashkarisht, lutemi bashkarisht, e ndajmë antarët e kishës, pra dhe kërkojmë disi miratimin dhe aprovimin e tyre. Por një moment ka qenë interesant. Kisha ungjillore Dishepujve në Durrës ka mbjell një kishë në Sukth Katund. Pra jo Sukth Ferm, po Sukth Katund. Edhe ishim një grup dhe një nga pleqt e kishës ishte pjesë e grupit që shkonim çdo javë, çdo ditë shtune, rreth 7 apo 8 veta nga kisha jonë, për të bërë një shërbes. Dhe dikush merrej me fëmijë, dikush predikonte, adhurim, pra një shërbes që kishin në atë vend dhe ungjillizim të vazhdueshëm. Dhe pas rreth një viti e gjysmë që bënim një gjë të tillë, unë i them grupit që shkonim, edhe një nga ato ishin një nga pleqt e kishës, i them, shikon, nuk duket sikur po ka fryt.
një kjo vepër, edhe a menoni ta ndalojmë se po harxojmë energji, njerëz, kohë, dhe plaku i kishës, që në fakt sot është në lavdi, ka shku tek ati, sepse ishte në moshë gjatë edhe në kohën që shërbente bashkë me mu, më tha Arvido, tha, shiko, tha, duhet me pas durim në Zotin. Është duke u bën një punë shumë e mirë, edhe tha, shiko, unë e di që kur ti mbjell diçka, nuk është që merr frutin direkte, por do kohën e vet, do rritet, ujitet, krasitet. Edhe patjetër edhe u tërhoqa, pra në gjova llafin e tij, edhe sot kemi një kishë sukth. Ka një pastor, ka pas një pastor për shumë vite, besimtarët vazhdojnë të adhurojnë Zotin besnikrisht. Edhe kjo është realitet, kisha vazhdon sot. Për mu do isha tërheq, por një vllai i tillë me urtësi, Perëndia e përdori urtësinë e tij dhe mendimin e tij, edhe në fakt ja vleti me ngju, edhe ja vlen me ngju shumë vëllezër që janë rreth rrotull jetës time. Unë besoj që të pasurit llogaridhënie është e rëndësishme për mu. E para se shumë mendje kanë urtësi, pra ka urtësi në këshillën e të shumtëve. Kjo është citimi drejt për drejt i fjalës Zotit, kështu që nuk don shumë mend për ta pranuar, por praktikisht me vërtet që ka sens. Ka sens sepse shpesh unë mund të rreshkas, shpesh mund të gaboj, shpesh sepse është një mendim, është një palë sy, një palë vesh, dhe ka shumë vlerë në ato vëllezër që Perëndia ka vendosur rreth rrotull me. Po të shikojmë historinë biblike të kishës së hershme, vëmë re një zakon që presioni shpesh e udhëhiqte natyrën e shërbesës së kishës. Pra, për shkak se ishin në përsekutim, besimtarët u detyruan të shpërndahen dhe kështu morën ungjillin me vete. Dhe në këtë pikë do thoja që periudha e luftës krizës në Kosovë dhe ardhjes së shumë individëve në Shqipëri ka shtyr kishën për të marrë hapa që natyrshëm ndoshta nuk do i merrnim, ose do ishim shumë më të kujdesshëm, shumë më të avashtë, sikur se ndodh sot, në fakt, që nuk kemi një moment ndoshta presioni të tillë. Dhe në këtë pikë, lëvizja, edhe unë kam jetuar në Pej për një vit e gjysmë, lëvizja dhe shkuarja në Kosovë ishte realisht si efekt i vazhdimit të asaj pune që tashmë e kishin filluar me njerëz që erdhën këtu. Dhe ishte një vlerësim krejt i thjesht. Shive, këto njerëz kanë marrë ungjillin, dhe jo vetëm ungjillin, por ne ishim bë miq, ishim bë shok, dhe akoma ruajmë marrëdhëniet me njëri tjetrin edhe sot e kësaj dite. Dhe tash po kthehen në shtëpi në një vend që është i rënuar, që ka shumë sfida. Pse jo që ta vazhdojmë këtë për kujdesje edhe në shtëpinë e tyre. Më tepër që flasin gjuhën tonë, edhe për më tepër shkak edhe të dialektit gek, që është pjesë e formimit tim, është shumë më e thjeshtë me komuniku, më marr vesh, edhe pra si kish vendosim që shko, le ta marrim këtë hap përsipër. Dhe ka qenë fantastike ajo kohë, një grup prej rreth 25 vetësh, kryesisht të ri në Kosovë, në kishën që filloi menjëherë mas luftës atje. Me të vërtet ti shikon dorën e Zotit në atë brez që rritet me dëshirën për të njoft Krishtin. Edhe sot e kësaj dite ata janë rrit, kanë kriju familjet e veta, vazhdojnë të arrujnë besimin, vazhdojnë me hecë, me Perëndin. Sot Perëndia ka përdorur shumë e shumë njerëz si puna ime dhe shumë më të pajisur se sa unë për të bërë një shërbes fantastik në Kosovë, dhe falenderojmë Zotin në fakt për veprën e tij në atë vend. Në fakt
pak më e thjesht. Lëvizja ime në Kosovë ka qenë kur nisha beqar. Kosova përbën përveç se dashurinë për atë popull dhe ato njerëz që unë i kam njoft, përbën edhe një moment të rëndësishëm në historinë e jetës time, sa të njofa bashorten, e cila ishte dërguar nga kisha ungjillore dishepujve në Durrës për të shërbyer në atë vend, vetëm për 3 muaj. Dhe në një projekt që ne organizuam për qytetin e Pejës, për shpërndarjen e pakove të krishtlindjeve për fëmijët e shkollave, për 22.000 fëmijë, pra gjithë qarkun e Pejës, unë isha duke organizuar atë lloj shërbese dhe kisha nevojë për çdo lloj besimtari të mundshëm që ekzistonte, jetonte në atë qytet. Kuptohet, në atë kohë s'kishte edhe tepër shumë, pra edhe një nga grupet e besimtarëve që po jetonin në atë vend ishin ky grup besimtarësh të dërguar nga kisha dishepujve në Durrës dhe aty si më thonë unë njoha me bashorten time. Pra ajo vetëm 3 muaj kishte ardhur aty, por në fakt i qëlloj më mirë për te. Apo për mu, nese, ndoshta ty dyja. Po realisht të qenërit atje për mua dhe sot e kësaj dite është kënaqësi, sepse unë më i mend atë brez të rish që kishin sfida reale në jetën e tyre për shkak të besimit. Pra ata përsekutoheshin nga familja, për shkak të besimit. Edhe nuk është thjesht ngjarje që i noll në Korenë e Veriut apo një vend tjetër që për shumë vende sikur noll, për populli jonë, njerëzit tonë, flasin gjuhën tonë, zakonet tona dhe në këtë sens është një vend që ja vlen me shku, me jetu, janë njerëz të mrekullueshëm, janë familje shumë të mira dhe kanë nevojë për Zotin. Nëse ka një gjë që realisht më shqetëson sot, është një brez të rish që nuk kanë qëllim, që kanë dëshira, që kanë pasione, kanë njohuri të papame, të jashtëzakonshme, kanë burime, por nuk kanë, ose siç rëndom është quajtur për periudhën kur jemi rrit, ideal. Pra, edhe është e vështirë sot. Dhe të kthehem tek pyetja, për shkak se kisha fitu atë qartësi, unë besoj prej Zotit, në lidhje me rrugtim, shtektimin e jetës time, ajo më ka udhëheq vazhdimisht në çdo etapë të jetës. Dhe gjëja e parë që kam folë me bashorten time, Rudin, ka qenë fiks duke i treguar që unë besoj që Zoti më ka thirrur. Dhe kam thënë, a do të më bëj pjesë? Unë këtu do jem, me këto lloj gjonash do merrem. Ço do më bëj? Si e mendon? Dhe pra në këtë pikë ajo lloj për të kthy ke pyetja fillestare, pra si të ka drejtuar Zoti në jetën tate, ai lloj kuptimi ka qenë vazhdimisht ndihmë në vendime të mëdha në jetën time. Dhe kjo është gjëja e parë që ja kam sqaruar Rudit, që unë këtë thirrje mendoj kam prej Zotit, kështu duhet ta shpenzoj jetën time, me këtë do merrem, kështu do të harxoj kohën, pra si e mendon, ai a do. Po përveç kësaj, patjetër që më ka tërheq bukuria, është bashortën e kam shumë të bukur, kështu që në këtë sens jo vetëm thjesht ajo aspekti i rrugtimit besimit tim, por patjetër elementet që na janë puç në karakter, në mendim, në dëshira, kështu që. Sparit dhe sfundit, Perëndia ka folën fjalën e tij. Perëndia na foli në citim të autorit e Hebrejve, përmes profetëve, gjyqtarëve dhe të dërguarve të tij, por së fundi na ka folur me anë të birit të tij Jezu Krishtit Zotit tonë. Kjo është në kapitullin e parë. Dhe fjala është themeli i komunikimit të Zotit me fëmijët e tij. Dhe në këtë pikë dhe sot e kësaj dite, edhe kur ne flasim në kishën tonë,
Pra vazhdimisht të nënvizojmë rëndësinë e njohjes së fjalës. Sepse shkrimi i shenjtë Bibla nuk është thjesht një libër udhëzimesh morale. Edhe nuk ka vetëm atë vlerë. Patjetër që rëndom ne përdorim shprehjen se feja të mëson për mirë. Unë nuk e besoj që është thjesht kaq. Unë besoj që Bibla përmban jo vetëm udhëzim moral, po përmban të vërteta dhe urtësi të nevojshme për çdo moment jetës sonë. Kështu që shkrimi i shenjtë është një nga burimet që do uroja, lutem edhe do ftoja këdo që të jetë duke e njohë mirë, duke e kuptuar mirë, duke e shtjelluar mirë. Së dyti, rrethanat, pra të mësohemi me lexu rrethanat e kohës, e momentit. Unë kam studiu një gjuhë që asnjëherë se kam përdorur si profesion, por ama ai moment, ajo lidhje më ka fut si tush në rrugën e besimit për të njohur me fjalën e Zotit. Në këtë sens të lexuarit e rrethanave është e nevojshme. Çfarë është duke bërë Zoti në jetën tënde? Si është duke të kriju, si është duke të formu, cilët janë individët që janë duke të rrethu ty. Edhe është e rëndësishme me rrethu veten me njerëz që e duan Zotin, që e njohin Biblën dhe që të udhëzojnë mirë. Sot unë vëre dhe unë nuk jam njohës i rrjeteve sociale, unë nuk përdor, as nuk i njoh, nuk i di, pra nuk flas nga eksperienca, por vëre qoftë edhe të kalamajt e mi, që sot ka një sens të një mungese pritjeje. Pra edhe në natyrën e komunikimit, pra sot të fëmijët tanë, të ri tanë, mendojnë që i gjithë mesazhi mund të kondensohet në 15 sekonda, sepse vetëm aq kanë durim. Edhe kjo është hall, kjo është shqetësim, por nuk është e vërtetë. Edhe në këtë pikë të mësuarit që me prit në Zotin, me mësu, me prit, me pas durim, me prit në Zotin. A është e lehtë? Ja, nuk është e lehtë. Pra ne them të njohurit e shkrimit, rrethuarit e vetes me miq që ta duan të mirën, edhe që duan Zotin, edhe që duan që jo thjesht të kalojnë kohën me ty, por që duan të të shohin duke përparuar, duke u rrit. Janë elemente që ndihmojnë të dëgjuarit e zanit të Zotit. Patjetër ndonjëherë Perëndia do përdori momente traumatike në jetën e dikujt për ta zgjuar, për t'i hapë syt. Ai mund ta bëjë, s'bëhet fjalë. Pra besoj që njohja e shkrimit dhe leximi i asaj situate që ti kalon duke e rrethu me miq të mirë, me njerëz që ta duan të mirën, që luten për ty, është e shnetshme. Miku ju na bëri një pyetje sot. Cilët janë ata që të rrethojnë ty? Çdo njeri ndikohet në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme nga njerëzit që ka pranë. Shoqëria që zgjedhim ndikon mendimet tona, fjalët tona, sjelljen tonë dhe shumë herë edhe drejtimin që marrim në jetë. Askush nuk jeton i izoluar. Çdo marrëdhënie ose na ndërton ose na dëmton. Kur zgjedhim të ecim me njerëz të urtë, njerëz që e duan Zotin, që e njohin Biblën dhe që jetojnë me bindje ndaj Tij, ne vendosemi në një ambient ku rritja shpirtërore bëhet e natyrshme. Urtësia e tyre na ndihmon të marrim vendime të drejta dhe të qëndrojmë të fortë në kohë sfidash. Nga ana tjetër, shoqëria e gabuar mund të na largojë nga vullneti i Perëndisë. Ndikimi negativ nuk vjen menjëherë, por gradualisht. Këshillat e gabuara dhe mungesa e frikës së Zotit mund të na dëmtojnë shumë dhe të na largojnë nga plani i Perëndisë për jetën tonë. Tek Fjalët e Urta në kapitullin 13 dhe në vargun 20 lexojmë: Ai që ecën me të urtët bëhet i urtë, por shoku i pamendve do të dëmtohet. Me kë ke zgjedhur të ecësh? Kush po indikon vendimet e tua sot? Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që të gjithë të ecim me mençuri, të ecim me njerëz të urtë, sepse vetëm kështu do të bëhemi edhe ne të urtë.